Te qente ndacak që tashmë e dim gjithë se ku janë, edhe mbrapa me janë rafsh 6 qenë. Ndoshta po ndihen, o zot, jam të u friksuoj ardhë me raportu qështu, se mbrapa i kom 6 qenë super të mdhenjë, edhe e dim që kemi po edhe raportimet shumëta nga Kanal 10 për njerëzit që janë sulmu, edhe nuk i lënë të qetë sa ju për këtë qenëve, dikush duhet me marë ndorë këtë gjë, e jo me i lënë qytetarët me ja u vështirësu jetën, se tek e fundit duhet me na lehtësu jetën neve, jo me na vështërsu çdo ditë, po njerë nuk kanë kohë se duhet me ushtuj për karika se kush ka me marë qeverisjen tash. Edhe nëse mundemi pak Lorent me pamje, art është interesant. Diona, nuk e di nëse po më dëgjon Regjia, Diona. Jo, nuk të afrona. Jo, nuk të afrona. Te dhe Lorenti shkaktar. Ja, artë, se ta na me bo me më kafshu qeni, duni me ma e pushimin mjekësor. Pa tjetër, po nuk është problemi hiç të pushimin mjekësor, me aftën ti me qenë mirë se për të pushimin mjekësor. Ama... Jo, artë, vetëm deshta me e tregu pjesën që qytetarët të nderum, nuk adin me ndojnë me ardhë me kalu ka kjo pjesa këndejna dhe shihën tana, do me thonë takuën me qentë dhe normal që tana këta i sulmojnë, se për ndryshe deri sa kem këtu kënë të qetë, po momentin që po ju afrohesh të teritorit, të në këta po të sulmojnë. Edhe këtu mbrapa kamerës se kam edhe një person, po i cili nuk po pranon të flasë, po thot që çdo ditë një njerëzit i ndjekin edhe bile ju bin gjana, sulmohen edhe vetë e dim që tashmë prej lajmeve të shumta që ka shumë qytetarë të cilët janë kafshuar pikërisht nga qenë të cilët ndodhen në QKUK, në një vend ku ti vjen me u shëru, por edhe lëndohesh nga rojet e këtij spitali, do të thot qenë që i kemi këtu përballë nesh. Edhe më duket janë duke u shumue artë se po shoh edhe